Radio Maria Kosovë, një zëj krishter në shtëpinë tënde. Na dëgjoni në frekuencën 105.2 FM për rrafshin e Dugaxhinit, si dhe në frekuencën 107.4 FM për rrafshin e Kosovës. Po ashtu edhe në faqen tonë në internet www.radiomariakosove.org. Radio Maria Kosovë, një zëj krishter në shtëpinë tënde. Qoftë Zoti Krishti. Sot kisha shajtë e kremton një fest të madhe të jashtëzakonshme. Është një fest që është e shpallur si dogmë në vitin 1950 prej Piut të 12 Pap, ku thuhet se Zoja e bekume është morë në qiell me trup edhe me shpirt. E kjo është një e vërtet e fesë e cila është e rëndësishme për shërbimin tonë. Për këtë arsye edhe jena mbledhur edhe sot ne këtu. Qysh në fillim, kur Zoti e ka kriju njerin, e ka kriju Adamin edhe Evën, Zoti ja ka dhënë gjithat mirat, por për shkak të padëgjesës, për shkak të mosbindjes, për shkak të mashtrimit të gjarprit të vjetër të Satanit, të djallit, njerëzit e parë, Adami dhe Eva, ranë në mëkat. Për këtë arsye qysh prej njerëzve të parë, sikurse trashëgohen edhe vetit fizike, trashëgohen edhe vetit shpirtnore. Për këtë arsye qysh prej njerëzve të parë, edhe sot e kësaj dite trashëgohet mëkati. Edhe sot e kësaj dite si pasojë e mëkatit trashëgohet vdekja. Edhe për këtë arsye thotë Shën Pali, sikurse prej Adamit edhe Evës për shkak të padëgjesës së tyre mëkati hyri në botë, e prej mëkatit vdekja, ashtu edhe prej një njeri të vetëm u dasht të sjellet jeta. Për këtë arsye kjo fest është e rëndësishme sepse Zoja është Eva e re. Zoja është ajo e cila e sjell në botë jetën përsëri. Eva ishte nana e gjithë të gjallëve, ndërsa Zoja e bekume është ba nana e vetë jetës. Nëse nëpërmjet Evës hyri mëkati, nëpërmjet Zojës së bekume erdhi në botë ai i cili ishte shëlbuesi i krejt njerëzve, ai që e shlyu mëkatin, ai që e mposhti vdekjen. Sot e kena dëgju në leximin e dytë prej Shën Palit, kur u flet Korintasve, u thot, ky trup i shkatrueshëm do të vesh pa shkatrueshmërinë, edhe ky trup i vdekshëm do të vesh pa vdekshmërinë. Për këtë arsye, në Zojën e bekume i hasim gjitha këto që edhe Shën Pali vet i ka thënë. Si ka mundësi që nana e Zotit, si ka mundësi që me vdek nana e Zotit, si ka mundësi që ajo që e den për me e majt në krahnorin e vetë, shërbusin e krejt botës për 9 muaj. Si ka mundësi që ajo e cila e rriti si fëmijë, shërbusin e krejt botës me vdek si kur gjithë të vdekshme. Kjo është kanë një pyetje që i ka vënë me menu shumë njerëz në jetën e tyre, shumë shajtër. Në Bibel, qysh beslidhjen e vjetër na kena njerëz, jo vetëm ashtu sikur Zoja e bekume, e cila ishte plot me hire. Engjëlli Gabrieli thot, hir plote. Beslidhje e vjetër e hasim
ku miku i Zotit, Henoku, thot, u morë prej Zotit në qiell, nuk e përjetoi vdekjen. Po ashtu edhe Elia, profet. Asaj, mik i Zotit, nuk e përjetoi vdekjen. Nëse Zoti për miqtë e vet, të cilët e njekin me vëmendje, me dëgjes, ja u jep një hir kaq të madh sa që mos me përjetu vdekjen, sa hire aq më të mëdha do t'i meritoj nana e vet. E kjo është një besim që e ka përjetu edhe e ka jetu vazhdimisht. Kisha e shenjtë qysh prej fillimit të vet. Në fakt, vetë Shëngjoni, i cili gjendej pranë këmbëve të kryqit kur Jezusi ishte të dhënë shpirt, në gramat e tij të fundit i thot disa fjalë. I drejtohet nënës vet, i thot grua që i të birë. I drejtohet Shëngjonit edhe i thot, ja nëna jote. Edhe prej aty, Zoja e bekume është ba nana e gjithë neve, nana e apostujve, nana e gjithë besimtarve që e njekin Jezusin. Prej ati momenti, Zoja e bekume është vazhdimisht në pranin e apostujve. Zoja e bekume është gjithmonë në lutje në zemrën e bashkësisë apostolike, edhe është në momentin kur ajo e merr shpirtin shenjtë edhe apostujt, ajo gjendet në midis, në lutje me ta. Zoja e bekume është, si mas Shën Injacit të Antiokis, është nana e Krishtit, e cila belejen e hyjit që e denjë për me e shpall edhe me e lind Zotin. Në qysh në vitin 110 e shpall një gjatë të tillë. Pastaj koncilet e mëdha në vitin 431 e shpallin Zojen si nanën e hyjit dhe hyjlinse. E masanej në vitet e tjera me radhë, të gjithë e shpallin madhërin e Marijës, për shkak të besnikërisë së saj, për shkak të marrëdhënies së saj të veçantë me Jezusin. Shën Efremi, Sirian, vitin 350, tregon se krejt qiella galdon për shkak të mbretëreshës së saj, e cila hyn në Paris. E shumë shajtër të tjerë, si puna e këtyne, tregojnë se Zoja është njeri, por është një njeri për shkak të meritave të Jezusit e lartësuar mbi qiell. Mbi gjithçka që mund të arrijmë na vetë me meritat tona. Në fakt, në vitin 370 ishte një herezi, një besim i gabun, ku disa të quajtur Kolydian e marrin Zojen e bekume si perëndesh edhe shkonin e i adhuronin edhe i flijonin flitë ndryshme. Edhe Shën Epifani prej Qipros e korrigjon këtë herezi, të i tregu se Zoja e bekume është thot si Elia, virgjër prej krahënorit të nanës e gjithmonë mbeti ashtu, dhe për këtë arsye u mor lart në qiell. Por nuk është hyj, është një njeri, sikur se ne. Është ndërmjetësuesi i jon përpara Zotit. E shumë shajtër të tjerë kanë pa të njëjtën gjë të Zoja e bekume. Një shejtnesh të jashtëzakonshme, një ndërmjetësuese të papame, e cila për shkak të marrëdhënies së saj me Zotin nuk e ka përjetu vdekjen as pak. Por biri i saj e mori në qiell. Edhe për këtë arsye gjatë gjithë shekujve të parë, e deri në mesjet, e deri edhe me sot, kisha e shenjtë e ka besu se Zoja thot fjeti dhe u mor në qiell prej birit të saj. Për këtë arsye dogma, ajo
shpallja e fesë e cila është nevojshme për shëlbim me shpallën prej Piut të 12, nuk është vetëm një shpikje aty për aty, por është besimi i kishës me shekuj e shekuj. Për këtë arsye jena edhe ne të mbledhur sot. Disa mundohen me tregu se kjo është vetëm shpikja e kishës, nuk është e vërtetë. Ne në kish gjithkund pothuajse për çdo shajt kena relikje, kena pjesë të trupit, kena gjuhën e Shnanot nëse shkonin pa dorë, e kena gjurmet e Shën Franceskut, e kena shumë relikje të martirëve, por asnjëherë, në asnjë vend, nuk gjendet asnjë relikje e Zojës. Asnjë prej shejtënorëve nuk pretendon me pas një pjesë të trupit vet. As Shën Pietri e Shën Pali, të cilët kanë qenë të martirizuar në Rom, nuk kanë marrë relikjet e Zojës me veti. Prandaj nuk kanë marrë sepse nuk ka pas çka me marrë. Gjithçka çka ka pas me marrë e ka marrë Krishti me veti dhe e ka ngrit në qiell në krahnorin e vet. Në mjeksi është një veçori interesante kur një nanë shtatzane e cila ka foshtin e vet në bark e ushqen nëpërmjet kthizës. Por ajo funksionon edhe anasjelltës. Nëse nana është e smur, fëmia i dërgon qeliza që me e shëru nanën e vet, halon krahnurin e vet. Nëse Zoja e ka pas Krishtin në krahnor, edhe Krishti është ngjall me trupet, edhe është ngjit në qiell, ai nuk do ta kish lanë jo vetëm nanën e vet, por të paktën trupin e vet, ato qeliza që i ka në nanën e vet, nuk do t'i kish lanë pa i ngjall, edhe ato e me i marrë me veti. Për këtë arsye, jo vetëm nga ana fetare, por nga ana apostolike, nga ana kishtare prej fillimit e deri më sot, edhe ata që e kanë kundërshtu kishën katolike, Martin Luteri e tjerë me radhë, të gjithë e pohojnë të njëjtën të vërtetë, se Zoja është ngjit në qiell, me trup e me shpirt. E për këtë arsye, ne që jena mbledhur sot këtu, e kena një ndërmjetëse të madhe për ne në qiell. E kena një ndërmjetëse, një nanë e cila është marrë atje dhe përpara Zotit ndërmjetëson vazhdimisht për nevojat tona. Të mos ndalemi asnjëherë të ju drejtu asaj që të na dalë ndihmë, që të kujdeset për familjet tona, që të kujdeset për nevojat tona. Kështu që ti drejtohemi Zojës sot në këtë natë, që ti dëgjoj lutjet e gjithë secilit e jetët e gjithë secilit për jush, me cilët keni ardhur me marrë pjesë sot. Zoja bekume, lutu për ne. Amen, qoftë tu Krishti.